Edhe kjo është unë e gjeti stacionin e autobusëve në Tetov me pamjet e njëjta. Njerëz që udhtonin, valigje, autobus që merrnin udhëtarët, përqafime ndarjesh dhe dëshira për kthim sa më të shpejt. Destinacionet e autobusëve tashmë dihen. Gjermania, Italia, Zvicra janë bërë destinacione tepër të preferuara për qytetarët e rajonit të Pollogut. Në këtë stacion dëgjon histori nga më të ndryshmet. Dikush blen biletën për një drejtim, dikush kthyesi, tjetri shkon të punoj apo për vizitë, kurse të tjerët kthehen pas pushimeve. Ku thoni? Për në Hamburg, në Gjermani. Për shë? Punojmë. Po, shkojmë të qesëm një kapçit bukë. A me ndoni të kehi dhe një herë këso në vendlinje? Po, fëmijët i kemi aqe, po në pëqesë vim më shpesh në vendlinje, po. Familjen krejta që ka marrë në pushim një 2 muaj këtu me shoqen në qaja. Unë i po, ama fëmija s'besoj. I kanë fëmijina që. Dhe hajtë ata ndashtë ata vinë pushim nga një 3 muaj, ka një 1 muaj, kur e kanë pushimin. Ama fëmija aty në s'besoj, jemi asimiluit. Da jesena që ndashtu të ndashmit. Unë kur kam dalë në Gjermani, kam pas 17 vjetë. 7 thiten kam dalë. Të shi kam bot 72. Edhe paramendohet është si. Ko është arsyja, përse kam dalë unë atëhera që. Jo që s'ka, po nuk ka bes. Fjala nuk është e mirë këtu. Në Itali, për puna. Në Itali më do këtë diqish ma marë, se kom e familje në gjë. Capolinjo, oti tamo živem. Učam makedonski brod. Ky është unë e gjeti stacionin e autobusëve në Tetov pa një rëmuj të madhe, mbase për shkak se jemi në prag të muajit të bekuar të Ramazanit dhe njerëzit duan që këtë Ramazan ta kalojnë pranë familjes. Shpresojmë që rëmuja të bëhet në prag të Fitër Bajramit kur shumë mërgjimtar pritet të kthehen në vendlindje. Ardhje të cilës i gëzojnë jo veç familjarët e tyre, por edhe bizneset për shkak të impaktit ekonomik që sjellin mërgjimtarët.